Përshëndetje miq. Sot kam menduar të flasim në lidhje me kafen dhe dua të ndaj një histori time personale se si unë e lash kafen. Dhe arsyet sepse mund ta nisim dot ditën pa një filxhan kafe në mëngjes apo jo. Pra shumica prej nesh me çfarë unë kam parë dhe eksperjenca ime personale ka qenë që pa një kafe në mëngjes apo një macchiato në mëngjes fillon ajo dhimbja e kokës, punën nuk e bën shumë mirë, nuk je i motivuar gjatë ditës dhe shumë të tjera si këto. Por, a i kemi pyetur ndonjëherë veten se pse ndodh kjo? Ndoshta disa prej jush e kanë pyetur dhe përgjigjja mund të jetë që kafja vepron pak a shumë si droga, mund ta themi, ose çdo produkt, ushqim apo pije e cila ka për qëllim ose ka vetin që t'ju bëj juve të varur, të krijoj varësi ndaj saj. Dhe kjo në vetvete është varësi, pra ta nisësh ditën dhe të mos vazhdosh çdo ditën tënde i motivuar apo je motivuar apo të përmbushësh gjithçka që ti ke menduar për ditën, vetëm sepse nuk e pirë kafe, unë këtë e quaj një varësi shumë të madhe. Okej, po e nis në historinë time personale. Ishte shumë e vështirë për mua për ta lënë kafen, duke qenë se kafen e kam filluar në gjimnaz, kur mua më duhet të studioja dhe më ndihmonte shumë për të fokusuar. Por nuk është se mos ta pija në mëngjes, sepse ne mësimin e fillonim në 8, pra nuk është se e pija në mëngjes, mund ta pija kur studioja, kur kisha kohë të lirë, dhe thjesht më ndihmonte të fokusohesha dhe pra nuk më ishte bërë ende një obsesion apo të kisha varësi ndaj kafes. Me kalimin e kohës, në momentin që fillova shkollën e lartë, gjithashtu kisha angazhime të tjera, isha duke u marrë me disa punë të mia personale dhe ato më kërkonin vërtet shumë të fokusuar, të ngujuar diku. Dhe okej, unë isha e fokusuar deri diku, por ka disa individ për shembull që kur janë të stresuar ose duan të punojnë, fillojnë dhe ushqehen dhe hanë pafundësi shumë ose nëse janë në shtëpi, sepse mua më duhet punoja nga shtëpia. Fillojnë dhe hanë çdo gjë që gjejnë në shtëpi dhe kjo nuk është një gjë e mirë, normalisht. Dhe unë në fakt nuk është se kam qenë ndonjëherë ky lloj tipi. Thjesht doja vërtet isha e fokusuar aty dhe kafja më ndihmonte shumë. Sa po zbulova këtë, fillova të bësha një fanse e kafes dhe çdo ditë e ime, sidomos kur filloja punën, sidomos kur studioja, ishte kafja pija ime preferuar dhe po të mos kisha kafe, nuk mund ta bëja dot atë gjën. Ose mund të ditë diçka jo daq e këndshme, e bukur, mund të mos zinte dhimbja e kokës e shumë si këto. Por kuptova diçka. Për mua kafe filloi që të kishte një efekt, për shembull, disa orë, gjë që u shkurtua me kalimin e kohës, pra sa vinte dhe bëhej më i shkurtër ky efekti ose kozjata e efektit. Dhe kuptova që unë pa e kuptuar mirë, isha duke pirë deri në 4-5 macchiato ose kafe gjatë ditës, gjë që është e tmeshme dhe nuk ja këshilloj askujt, madje edhe vetes time nuk e di, domethënë thjesht kam qenë në një periudhë që nuk po e mendoja fare atë pjesë, thjesht doja të përfundoja pjesën tjetër, punën, mësimin, çfarëdo lloj gjë që ishte. Dhe për sa kohë që kafja më ndihmonte, mua nuk më interesonte, domethënë se sapo pija dhe as nuk po e shikoja se sapo pija. Dhe madje kisha lexuar që kafja të bënte mirë për shëndetin, për tretjen, e shumë si këto, dhe okej, nëse e pi në mënyrë të moderuar, gjithçka, nëse konsumohet në mënyrë të moderuar, ka benefitet e veta. Por le të kalojmë tani tek arsyeja se pse unë mendosa që ta lija, pra ta ndërprisja. Dhe ishte një ndërprerje jo graduale, të thoja, ishte thjesht nga okej, mund të themi graduale, sepse nga 4 kafe e çova 2 kafe dhe më pas e ndërpreva më një herë dhe nuk piva më kafe që nga ajo ditë. Arsyeja ishte kjo. Lexova disa artikuj ose më dilnin shpesh shenja, artikuj, video, të cilat më sqaronin që kafja nuk ishte aq e mirë për shëndetin. Dhe aq më tepër kafja me qumësht apo macchiatoja. Dhe gjithashtu edhe një video e cila sqaronte se kafja të erëson aurën tënde. Aura, për të gjithë ata që po pyesin veten se çfarë është fusha energjetike rreth e qark trupit. Dhe ajo mund të ketë ngjyra të ndryshme, në varësi të gjendjes suaj, emocionale, shpirtërore, por edhe në varësi të qëllimit tuaj e të tjerë. Dhe kjo mund të ndryshojë me kalimin e kohës. Dhe mund të ketë për shembull një nuancë zon po marr të verdhën, mund të ketë aspektin pozitiv dhe aspektin negativ që mund të shkëlqejë apo mund të jetë aspekti negativ i të verdhës, sepse çdo gjë ekziston me të dyja anët bashkë, si puna e monedhës, që ka të dyja anët në të.
por nga në varësi të anës në të cilën ti po shikon, po përjeton apo po shikon njërin anë, njërin aspekt të këtij sendi, objekti, energjie, ngjyre, emocioni, çdo gjë. Pra është fusha energjetike që na rrethon. Duke qenë se kafja kishte vetin që të krijonte pjesë të errta ose ta bënte pis, si të thuash për shembull, të derdhet kafja diku në një bulesë dhe të lër njolla kafeje. Është e njëjta gjë edhe për aurën, pra lër njolla të cilat janë të dëmshme dhe ndoshta mund të ndikojnë në bllokimin tënd në lidhje me aspektet energjetike. Dhe unë isha shumë e fokusuar te kjo në atë periudhë. Normalisht më tërhoqi dhe më bëri të mendoja që prit një moment se jam duke konsumuar shumë kafe dhe kjo më bëri që ta çoja në 2 ose në 1 në ditë. Por përsëri nuk mund të isha dot dorë nga kafja, sidomos në mëngjes, duke lexuar një libër, më ndihmonte të fokusohesha. Thjesht nuk mundesha deri në momentin që më doli në ëndër. Dhe më doli në ëndër një artikull, por nuk e mbaj mend se çfarë thoshte artikulli, dhe thjesht pash që ose dëgjova më saktë, jo më kafein. Dhe unë jam shumë e lidhur me ëndrat e mia, përgjithsisht ëndrat e mia dalin të vërteta ose janë si komunikim shumë i shenjtë për mua, sidomos në momentin që dëgjoj diçka apo shoh një vizion për shembull shumë të rëndësishëm dhe gjëra si këto. Dhe në momentin që e dëgjova kaq të qartë, sikur dikush të më thoshte që hey vajzë mos e pi më kafen, okej, aty e vendosa, thash, kjo është një shenjë për mua. Dhe që ditën e nesërme nuk e piva më kafen. Më kuptoni, nuk jam duke thënë që ju duhet ta lini kafen. Unë thjesht po ndaj eksperiencën time, këndvështrimin tim, duke shpresuar që ndoshta dikush mund të ndihmohet prej kësaj dhe mund të jetë një shenjë shtesë për ju që doni ta lini kafen, por s'po gjeni dot shtysën. Kjo ndoshta mund të jetë shtysa e duhur. Por nuk jam duke thënë që ta lini kafen, sepse edhe unë jetoj me familjar dhe ata më kanë parë që unë e kam lënë, nuk është se ndikohen nga vendimi im, pa çka që mund t'ju kenë thënë disa arsye, është jeta personale gjithsecilit dhe unë jam dakord që gjithkusht e jetoj ashtu siç e mendon, ashtu siç e ndjen. Nuk duhet të ndikohemi nga të tjerët aq më tepër nëse të thon bëje këtë. Jo, absolutisht jo. Ti duhet bësh atë që ti ndjen. Edhe nëse mund të quhet e gabuar në gjithë botën, kjo mund të jetë e drejtë për ty dhe ti vazhdo ndiq rrugën tënde. Sepse ajo ka qenë e thënë për ty për të bërë. Pra, e lash direkt që të nesërmen. Ishte vërtet shumë e vështirë për mua, ishte si largoja një person të dashur në jeta ime. Okej, jo kaq dhimbshëm, por gjithsesi ishte thjesht shumë e vështirë. Ka individ që ndoshta nuk është fare vështirë për ta lënë kafen, ka individ që mund të jetë shumë më vështirë dhe nuk e lën dot. Okej, mund të vazhdojmë edhe me dekafeinato fillimisht, sepse kjo varet se si funksionon për secilin prej jush. Mund të ketë individ që duke e gënjur veten në këtë mënyrë, do thoja, e kanë më të lehtë për ta lënë. Pra nëse filloni dhe përdorni dekafeinato apo e zëvendësoni me një gjë tjetër, me një kafe që ka më pak kafeinë apo gjëra të këtij lloji, por me mua nuk funksionon. Unë nëse e bëj të gjën, do rikthehem prapë tek e vjetra dhe nuk e lë dot. Për mua funksionon lëre direkt dhe mos u kthe më tek ajo gjë, sepse po u ktheve jam shumë njerëz që e ndroj mendjen pastaj let. Në momentin që pastaj e ndërpres, nuk e ndroj më mendjen dhe pasi kalon një farë periudhe, do të më bëhet zakon dhe më pas e kam shumë të thjeshtë. Kjo gjë ndodh edhe me ushqimin dhe me çdo gjë tjetër. Dhe okej, mund të ketë momente që unë mendoj kafen apo kur ndjej aromën e kafes, normalisht si ajo pjesa që e ke patur dikur vërtet shumë të nevojshme ose vërtet shumë fiksim. Dhe në momentin që i ndjen aromën, ke një lloj temptimi ose një lloj ngacmimi të brendshëm që shiko se mund të rithesh prapë, por jo, unë nuk e kam. Në momentin që e ndaj mendjen dhe më është bërë zakon, për shembull kam një vit që nuk e konsumoj më, që prej asaj dite. Dhe ndoshta kjo ka qenë arsyeja e ëndrrës time që ka qenë kaq e prerë, sepse unë nëse e bëj të prerë gjën, nuk rikthehem më. Por mund të ketë nga ju që e kanë më të lehtë që pak nga pak gradualisht ta çojnë nga 2-1 për shembull, nga 1 ta bëjnë dekafeinato e kështu me radhë. Pra gradualisht. Ndiqni atë që ju bën të ndjeni më mirë, nëse jeni në këtë rrugtim për të lënë kafen. Pra nëse keni arritur deri këtu në këtë fazë të videos dhe nëse ju intereson ky si proces. Tani dua të ndaj me ju se çfarë unë bëra në lidhje me simptomat që pësova.
Sepse normalisht ju thash që ishte shumë e vështirë për mua dhe dhe fillova që ditën e parë, normalisht ishte dita më e vështirë, pësova dhimbje koke shumë, të Zeni patjetër që duhet të bëj pjesë e videos. Dita e parë ishte më e vështira. Kisha dhimbje koke të tmerrshme, kisha probleme me Kisha shumë dhimbje koke, kisha probleme me anksin, kisha probleme me emocionet, isha me sy të fryra mbaj mend dhe nuk isha shumë mirë me humorin atë ditë, kështu që preferova ta kaloja vetëm si ditë sepse nuk dua që kur jam në një gjendje të tillë të jem me individ të tjerë dhe t'ju përcjell këtë lloj energjie, sepse dua apo s'dua unë ata do impaktohen nga energjia ime dhe nga moodi im, nga gjendja në të cilën unë ndodhesha. Dhe preferova këtë ditë ta kaloja vetëm. Madje doja të rija vetëm gjithë javën e parë. Sa më shumë të mundesha, edhe pse më duhet të shkoja në shkollë dhe kisha punë të tjera për të bërë. Ajo që unë bëra ishte e para njëherë të përgëzoj veten time, ndjes. Pra më duhet ta përgëzoja veten time në lidhje me faktin që unë bëra atë që unë dava mendjen për të bërë. Dhe kjo është vërtet shumë e rëndësishme dhe ju ndihmon vërtet shumë. Në momentin që ju keni dikë, duke qenë se unë nuk isha njeri afërmej që të më thoshte bravo, ti e bëre. Më desh që t'ja thoja vetes time që ti bëra atë që ti doje dhe kishe kohë që doje ta bëje, kishe kohë që shife shenja dhe nuk e bëje dhe bravo, ja dole. Okej, në fillim më duk sikur bëgënjia veten, por jo. Javën e parë thash nuk po më besohet që unë jam kjo dhe unë e bëra këtë. Dhe ky ishte një motivim shumë i madh për mua. Dhe fillova që çdo ditë më shumë unë të lumturohem nga ky fakt, sepse shiko, unë çdo ditë po e sfidoj veten time dhe unë çdo ditë jam më pranë çlirimit nga ky lloj obsesioni, sepse çdo lloj obsesioni krijon një barë shumë të rëndë ose një ngarkesë shumë të rëndë emocionale, qoftë obsesion ndaj një ushqimi, apo mbi ngrënia, apo obsesion ndaj një personi specifik, apo të qëndërit pranë një personi specifik gjithmonë dhe ti jesh i varur prej tij. Çdo lloj që është obsesion ndaj lëndëve të ndryshme. Pra çdo obsesion, diçka që ju nuk e lini dot, diçka që duhet ta bëni patjetër dhe e dini, më e keqja është kur e dini që ju bën keq, por vazhdoni ta bëni. Kjo jo vetëm që ju bën të ndjeheni më të mërzitur, ju bën të ndiheni më të ngarkuar emocionalisht, shpirtërisht, mendërisht dhe më të rënduar në të gjitha aspektet. Dhe unë çdo ditë po ndihesha edhe më e lehtë, më e çliruar nga këto, si të thuash, lidhje që kisha krijuar me kafen. Sepse me çdo lloj gjëje ne krijojmë një lidhje energjetike të padukshme me çdo lloj gjëje, me njerëzit, me sendet tona, me shtëpinë, me makinën, me kafshët shtëpiake, ne krijojmë një lidhje energjetike, e cila na bën ne të jemi të varur prej tyre, të lidhur prej tyre, sa më fort jetë kjo lidhje emocionale për shembull, apo qoftë me partnerin, shoqen, shokun e të tjerë, ne bëhemi të varur prej tyre. Dhe nuk është një gjë e keqe që të krijosh një lidhje emocionale me dikë, është një gjë shumë e bukur madje, por duhet jetë e balancuar. Pra, jo ti të varesh më shumë tek tjetri apo ai tek ti, sepse krijon një disbalancë dhe kjo nuk është një gjë e mirë për një lidhje apo për në rastin e mbi ngrënies, nuk është një gjë e mirë që të konsumosh më shumë se sa duhet. Do fillojnë mbi pesha, do fillojnë probleme shëndetësore, do fillojnë të mos ndihesh mirë, e shumë si këto. Pra, fillova të ndihesha më mirë. Dhe përveç dhimbjes së kokës, që unë nuk jam një person që kur kam dhimbje koke do marr direkt një ilaç që të ma qetësoj, preferoj që ta lejoj të më kaloj vetë. Sado që mami im bën luftë me mua dhe thotë që mund të bëhet më keq, preferoj këtë lloj mënyre sepse e di që edhe ilaçi në vetvete është një lloj droge, do e quaja përsëri. Po ta vini re, për shembull, efekti vjen duke u zvogëluar dhe ju duhet të rrisni dozën. Për shembull, mamaja ime vuan nga tensioni dhe ajo vazhdimisht duhet që të ndryshoj dozën e saj të ilaçeve, duke qenë se disa që përdorte dikur nuk i bëjnë më efekt. Pra kjo është një gjë që nuk është aq e mirë, do thoja, edhe pse ka raste që ilaçet janë të domosdoshme, por janë raste shumë ekstreme. Në shumicën e rasteve unë mendoj që ne jemi mjekët e vetes dhe mund ta shërojmë veten, sidomos duke u bazuar dhe në resurse natyrore, në bimë,
në çajra të ndryshëm, në emocionet tona, janë kyçe, janë çelësi, emocioni, gjendje emocionale dhe shpirtërore në lidhje me këto sëmundje të ndryshme. Duke qenë se unë e di që mamaja ime ka patur emocionale tensionin dhe prandaj po e them këtë, por në rastin për shembull që ndodh një problem shëndetësor nga shkaqe të jashtme, patjetër që s'ka lidhje emocionale, por nëse ka shkaqe të brendshme, edhe kura duhet të jetë po njësoj apo jo. Kjo ishte ajo që unë bëra javën e parë. Më pas, fillova që të mendoja për miken time tjetër që është kakaoja. Nuk po them që kakaoja është pija më e shëndetshme në botë, por për mua është shumë e shëndetshme dhe është, do thoya, zëvendësimi më i mirë që unë i bëra kafes. Për mua është një mike e pandarë, veçse kakaoja ka shumë benefite shëndetësore, sigurisht nëse konsumohet në moderinë, dhe më ndihmon vërtet shumë për të sqaruar nga ca emocione të tepërta gjatë ditës dhe vërtet e ndjej këtë gjë që ka momente kur jam shumë e ngarkuar dhe sapo pi një finxhan të ngrohtë kakao, gjithçka sikur shkrihet dhe largohet vetvetiu dhe më bën të ndihem shumë mirë. Apo në rastin që pi kakao me mamin tim për shembull, sepse edhe kafja në vetvete mund të jetë për shembull një arsye për të mbledhur me një grup miq, për të ulur në një kafe dhe për të biseduar. Mund të jetë edhe kjo dhe mua më desh që të ndryshoja komplet rutinën time të mëngjesit kur unë lexoja një libër duke pirë kafe, apo takohesha me familjen time. Jo se nuk do takohesha më me familjen, por javën e parë duke qenë se do të ndjeja aromën e kafes, ishte pak problem dhe vendosa të mos ta bëj. Vendosa të dalë në natyrë, ta largoj mendjen time, të bëj rituale të tjera të cilat do të më largojnë mua nga mendimi që duhet pi kafe në mëngjes dhe të ndryshoj rutinën time të mëngjesit. Duke u fokusuar tek mirënjohja, duke u fokusuar tek pak yoga, stretching, duke u fokusuar tek leximi i një libri, por ndoshta jo me kafe, por me ujë dhe në një mjedis tjetër që mos më kujtoj kafen, dhe gjëra të tilla si këto. Mendi që lash kafen, detyrimisht dhe dëshira ime për të shkuar në lokale ka ardhur shumë duke ulur dhe kjo ka qenë vërtet shumë një efekt zinxhir. Unë tani më nuk shkoj më në për kafene, duke qenë se nuk pi më kafe, por edhe nëse shkoj për hir të familjes, për qëndroj me familjen, mund të marr një ujë dhe nuk e kam problem më që të tjerët po pin kafe, por thjesht nuk më tërheq më të qëndrurit në kafe. Okej, kjo mund të lidhet edhe pak me sensitivitetin energjetik. Personat që janë të ndjeshëm ndaj energjisë në vendet me shumë njerëz janë të bombarduar nga të gjitha anët, se më besoni. Dhe po të mos kisha miqtë mi kristale dhe jo vetëm ata, por mbrojtjen për të cilën ju kanë folur në mëngjes, pra përveç veshjes të veshësh edhe një buroj energjetike, apo nga ana tjetër qëndrimin në natyrë dhe evitimin e këtyre vendeve të cilat janë të zhurmshme, janë të mbi ngarkuara me njerëz dhe energji të ndryshme, të cilat qoftë pozitive negative impaktojnë. Dhe kjo më ka ndihmuar vërtet shumë. Dhe jam kaq mirënjohëse që vërtet më desha lija kafen dhe që bëra atë që vërtet i trembesha, sepse ndonjëherë kur bëjmë gjëra që ne vërtet i trembemi, do të çojmë një version shumë herë më të fortë pasaj të vetes tonë dhe mund të zbulohen gjëra dhe më të bukura. Zeni është duke luajtur tani. Shumë herë më të bukura nga ana tjetër e saj. Kjo ishte pak a shumë. Okej, para se Zeni të shkaktoj edhe më shumë zhurmë. Mendoj se kaq është e mjaftueshme dhe është shumë të njoja opinionin tuaj në lidhje me këtë temë, çfarë mendoni në lidhje me kafen? Vërtet ju pëlqen të pini kafe në mëngjes? A jeni të obsesuar ndaj saj? Dhe a keni menduar ndonjëherë ta lini apo ta zëvendësoni me një pije tjetër më të shëndetshme? Faleminderit. Ishte kënaqësi të ndaja këto 25 minuta me ju.